Ky traktat Zoti Balliu ju tërheq vëmendjen. Zoti Balliu, në bazë të nenit 64.1 keni vërejtje për sot. Zoti Ministër, ju lutem vazhdoni. Ky traktat ka lindur për t'i dhënë zgjidhje një problemi global. Vetëm 7% e librave në botë janë disponueshëm në formate të aksesueshme për personat e verbër ose me vështirësitë të theksuara në lexim. Në vendet me zhvillim, kjo përqindje është edhe më e ulët, shpesh nën 1%. Për qytetarët tanë, kjo do të thotë se një nxënës me dëmtim të shikimit ka qasje shumë të kufizuar në tekstet shkollore. Një student në universitet nuk gjen literaturën e nevojshme të përshtatur. Një i moshuar që ka humbur shikimin humbet dhe kontaktin me librat dhe me informacionin. Çfarë sjell traktati i Marrakeshit për Shqipërinë dhe qytetarët? Qëllimi kryesor i projektligjit është aderimi i Republikës së Shqipërisë në traktat për lehtësimin e qasjes në veprat e botuara për personat e verbër me dëmtime të shikimit ose me aftësi të kufizuara në leximin e teksteve të shtypura. Aderimi në këtë traktat nënkupton disa angazhime dhe përfitime shumë konkrete, si qasje të barabartë në dije për personat e verbër dhe me vështirësi në lexim. Traktati për ta detyron shtetet të krijojnë një kuadër ligjor që lejon prodhimin e librave në format të aksesueshëm si braille, audio, tekst elektronik i lexueshëm me programe zanore pa kërkuar leje nga mbajtësit e drejtave të autorit, sa herë që qëllimi është përfitimi i kësaj kategorie qytetarësh. Qasje në katalogun ndërkombëtar me mbi 870.000 tituj, ku përmes konsorciumit Accessible Books Consortium me ABC, Shqipëria do të ketë mundësi të shkëmbejë dhe të marrë materiale të aksesueshme nga 10 vende të botës. Kjo nuk kupton më shumë libra në shqip, më shumë materiale arsimore, më shumë mundësi për komunitetin tonë. Rritje të rolit të institucioneve arsimore dhe bibliotekave, ku shkollat, universitetet dhe bibliotekat private dhe komunitare do të mund të përgatisin materiale të aksesueshme, të shpërndajnë libra për personat e kësaj kategorie, të bashkëpunojnë ndërkombëtarisht për shkëmbimin e titujve. Kjo është një rëndësi e rëndësishme, sepse sot institucionet tona nuk i kanë mekanizma dhe qartë ligjor për të kryer këtë funksion. Ndikimi social, kulturor dhe ekonomik përfshin personat me dëmtime natyrisht të shikimit në arsimim, tregpune dhe aktivitete kulturore që sjellin më shumë mundësi punësimi, rritje të cilësisë jetës, pjesëmarrje të barabartë në shoqëri. Në vitin 2022, Shqipëria bëri ndryshime të rëndësishme në ligjin për drejtat e autorit, duke u parafruar me direktivën 2017-1564 të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, ky parafrim nuk e zëvendëson traktatin e Marrakeshit, i cili jep garanci shtesë, lehtësime dhe instrumente të cilat mund të realizohen vetëm me legjislacion të brendshëm. Me aderimin ton, OBPI ka planifikuar të mbështesë Shqipërinë me asistencë ligjore, teknike, për institucionet, trajnime profesionale, programe fales për prodhimin e këtyre librave të veçantë dhe të aksesueshëm. Pra, është një mundësi që nuk sjell kosto shtesë për shtetin, por sjell vepra me vlera të larta në aksesin në kulturë dhe arsim. Shpenzimet që mund të lindin lidhen me trajnime, përshtatje materialesh, teknologji të aksesueshme, të cilat mbulohen nga buxhetet ekzistuese dhe nga programet e asistencës ndërkombëtare. Ky projekt ligj nuk është thjesht një nismë teknike, është një deklarim i qartë i vlerave që ne përfaqësojmë. Nëpërmjet këtij traktati, Shqipëria i bashkohet vendeve që besojnë se kultura dhe dijet nuk mund të jenë të privilegjuara vetëm për disa, por duhet të jenë të hapura për të gjithë. Ne nuk po votojmë me këtë projekt ligj vetëm një marrëveshje ndërkombëtare, ne po votojmë për barazi reale, për përfshirje, për drejtën themelore të çdo qytetari për të pasur akses në dije, pjesëmarrje të barabartë dhe e gjitha kjo në zbatim të standardeve ndërkombëtare. Nderuar koleg, me këtë projekt ligj bëjmë një hap të rëndësishëm jo vetëm drejt integrimit evropian, por edhe drejt një shoqërie më të drejtë dhe më përfshirëse. Dhe ju ftoj ta mbështesim. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Po, keni fjalën për procedurë. Faleminderit shumë. Nuk e kuptoj pse duhet të jetë kaq e vështirë për të zbatuar rregulloren e kuvendit. E drejta për të kërkuar fjalën për procedurë jepet menjëherë, thot rregulloria. Duke qenë se rastisë të jeni ju në drejtimin e seancës, do të kishit bërë mirë të ndërprisnit fjalën Ministrit Financës, ku ju drejtua me një gjuhë jo parlamentare koleges Tabaku, e cila nuk tha asgjë më shumë se sa që tha ministri, po ndryshe nga ministri tha të vërtetën ministri Gënjeu. Me qenë si kujtove koleges ligjin, thua juristëve të Ministrisë së Financave të lexojnë nene 25 të ligjit për procedurat tatimore, i cili thot shprehjimisht nga e drejta e ruajtjes së dhënave personale
që mbeten konfidenciale, përfitojnë vetëm tatim paguasit e rregullt. Për ata që ka filluar ekzekutimi i detyrimit me forcë, për ato që nuk i kanë paguar detyrimet, nuk përfitojnë dot nga e drejta për mbrojtjen e të dhënave dhe nga konfidencialiteti. Ke detyrimin ti bësh publike për qytetarët shqiptarë, se kush janë kompanitë që nuk kanë paguar detyrimet ndaj shtetit. Kush janë kompanitë që ti me projektligji që keni sjellë në kuvend, i falni këto detyrime, se do duhet ta di biznesi ndershëm që përfiton nga e drejta për ruajtje dhe dhënave, edhe sepse i paguan detyrimet shtetit. Ata që nuk i paguajnë detyrimet shtetit, nuk mund pretendojnë të drejta nga shteti. Është detyrimi juaj, s'parit i ktheni përgjigje deputetëve, kush janë kompanitë që përfitojnë, sa janë shumat që përfiton se cila prej tyre, dhe s'dyti t'i bësh të qartë qytetarëve që po, këta janë tatim paguesit e këqinj, me cilën ne kemi filluar ekzekutimin e detyrimit me forcë, nuk kemi arritur do ta ekzekutojmë dhe kemi marrë një vendim për ta falur. Këtë thot ligji, nuk e them unë. Neni 25 dhe ke detyrim për të informuar deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Dhe e fundit, zonja kryetare, ju lutem ndiqni të njëjtin standard. Kur zotria thot gënjen, ndërpritni fjalën siç ja ndërpret kolegesh. Tu nuk ka dy standarde. Tu ka një standard që është standardi i kësaj rregulloreje. Nëse për ju rregulloreja është ndryshe për ata anë kuvendit, e ndryshe për deputetët e opozitës, po ju sjell në vëmendje që atje para jush, zonja Spahiu, ka qenë një tjetër zonjë që bënte një lloj si ju në raport me opozitën, fatin e saj e di se si përfundoi. Në fakt, zoti Bardhi, meqense ju jeni njohës shumë i mirë i procedurës, dhe unë po ju them që fjalën zonjës Tabaku ja dash për procedurë, dhe ajo çfarë tha nuk kishte asnjë lidhje me procedurën. Ashtu siç ju jeni njohës shumë i mirë i rregullorës, padyshim që edhe ne tjerët dim të lexojmë, dhe po ju them që zonja Tabaku nuk e kishte fare fjalën për procedurë dhe ne jemi jashtë rendit të ditës me ato çfarë tha zonja Tabaku. Megjithatë, në respekt ndaj zonjës, unë ja dash fjalën dhe vazhdoj fjalën, por ajo që unë ju kërkoj ju të gjithëve si deputet, majtas dhe djathtas, po ju them dhe një herë, që ne jemi në pikën e dytë të rendit të ditës, dhe me mirë kuptim po ju them se këtu janë të shkruar shumë deputet që kanë kërkuar fjalën për procedurë, majtas dhe djathtas. Unë po pranoj dhe ofeza nga kolegët tuaj, zoti Bardhi, dhe po pranoj ofezën ndaj meje, se duhet ta kisha nxjerr për jashtë kolegun që ta marri vesh shumë mirë që budallajnë mos e kanë vend tjetër, jo këtu. Megjithatë, unë do të kaloj gjithçka më takon mua personalisht për një arsye të vetme, sepse nuk dua që seanca të prishet. Dhe ajo që dua unë është që seancën ta zhvillojmë ashtu siç duhet, në bazë të rregullores. Prandaj po ju them edhe një herë, unë do vazhdoj me listën e diskutantëve dhe këtu fjala për procedurë asnjëri nuk i përmbahet procedurës sipas rregullores. Ndaj zoti Bardhi, meqense jeni kryetari i grupit parlamentar të PD-s, po ju them edhe një herë, meqense mbani përgjegjësi edhe për deputetët e tjerë që keni në grup. Unë dua zbatoj vetëm rregulloren dhe do jem korrekte me rregulloren deri në fund, dhe që t'jeni i sigurt ju, unë jam Klodiana Spahiu dhe nuk kam për detyrë të imitoj as kërkënd. Do zbatoj vetëm rregulloren, ndaj do t'ju lutesha shumë që të fillojmë me folësit dhe t'ja jap fjalën zotit Oerd Bylykbashi. Faleminderit.